SPAK I sekuestron telefonin biznesmenit të ndërtimit, ja çfarë zbuluan hetuesit. Janë zgjeruar në disa drejtime hetimet e SPAK pas arrestimit të shefit të qarkullimit në Tiranë, Roven Zeka. Ditën e djeshme SPAK ka sekuestruar pamjet filmike të kamerave në bllokun e sigurisë në Tiranë, ku pas arrestimit u mbajtën në dyshime për korrupsion shefi I qarkullimit rrugor të Tiranës Roven Zeka, shefi I sektorit të aksidenteve Sokol Novaku dhe oficer gjyqësor Edison Tabaku. Sekuestrimi I pamjeve u krye pas marrjes së disa informacioneve se në qelit e Zekës kishin hyrë zyrtar të lartë të policisë për të atakuar, çka sipas ligjit nuk lejohet pasi ai ndodhet nën hetim për korrupsion. Pas këtij veprimi SPAK ka thirrur dhe ka marrë në pyetje edhe një biznesmen të njohur ndërtimi, të cilit I është sekuestruar dhe celulari. Në celularin e biznesmenit janë zbuluar të dhëna komprometuese për disa zyrtar të lartë të policisë, si për shembull planimetri të vilave në Himar. Roven Zeka dhe dy varësit ju arrestuan me dyshimin për korrupsion pasi akuzohen se kanë kërkuar shfet për të mos arrestuar gruan e një biznesmeni e cila ishte përfshirë në një aksident me disa të plagosur.